Rojat revolucionare iraniane njoftuan testimin me sukses të disa raketave balistike me rreze të mesme veprimi, ndër të cilat raketën Shahab-3, e cila është e aftë të godasë Izraelin dhe bazat amerikane në lindjen e mesme. Irani thotë se kjo rakete ka rrezen e veprimit deri në 2000 km, ndërsa Izraeli është larg nga Irani 1000 km. Raketa u testua gjatë stërvitjes ushtarake Profeti i Madh 7, që startoi pas rritjes së presionit perëndimor ndaj këtij vendi, lidhur me programin bërthamor. Agjencia iraniane ISNA raportoi se 10 raketa të rrezeve dhe tipave të ndryshme u lëshuan drejt objektivave, të cilat ishin baza të stimuluara ushtarake dhe armike në shkretëtirat e provincës Semna në veri të vendit. Një pjesë e raketave ishin me rreze veprimi deri në 700 km. Teherani thotë se stërvitja ushtarake ka për qëllim të tregojë se ky vend mund t'i përgjigjet sulmeve armiqësore nga forcat e huaja. Stërvitja mbahet në periudhën kur ekspertët nga Irani dhe 6 fuqitë perëndimore do të zhvillojnë në Stamboll bisedime teknike rreth programit atomik të Iranit. Shtetet e Bashkuara, shumë vende europiane, por edhe Izraeli, akuzojnë Iranin se po zhvillon armë bërthamore, pavarësisht pretendimeve të Teheranit se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore.